الله أكبر Inkurajimin për vepra të mira. Kjo çështje para pak dite, një vëlla na dërgoi dhe lexova, me të vërtetë ishte një rast shumë preks. Se sa muslimanë në disa vende dojnë me mësu dinin e Allahut dhe sa kanë ambicie për me mësu dinin e Allahut. Tregon Dr. Musa Nasr, është njëri prej lexuesve të Kuranit njoftur në botën islame në përgjithësi, është prej nxënësve rrethit ngushtë, nxënësve Sheikh Albanit, Allah e mëshiroft. Thot, e kom pas një nxënës temin, Allah e mëshiroft, se ki vdek, thot ka ardhur për çdo të ajte para mëngjesit, e ka fal namazin në xhami teme, namazin e sabahit, kemi bë dhikrin deri në lindjen e diellit, pastaj ka lexu Kur'an para me. Thotë ka përsërit disa herë Kur'anin komplet përmend para me. Dhe ky them që e ka bë, domethënë për çdo tajt e ka bë këtë them, i çdosh këtij personi me ndru 3 autobuza për me shku deri te xhamia e tij. 3 autobuza, 3 herë me ndru autobuzat për me shku deri te xhamia e tij. Domethënë parafërsisht për 50 kilometra u them. Mirë po, transporti jo i lehtë, u çdosh 3 herë autobuzat me ndru njëra me tjetrin për me shkue të xhamia me mësu Kur'an para këtij hoxhës. Thot një herë në kohën e dimrit, një tajtje thot në kohën e dimrit, thot ra borë shumë namaz, se edhe atje shpeshher bjen borë, thot edhe u bloku komunikacioni. Por në lagjën ku e ka pas kjo xhami, thot u bloku komunikacioni. Thot edhe po thomën e vetë me vete, kë hoxha, Dr. Musa Nasr, thot po thomën vetë me vete që sot nuk ka me ardhaj, hafeze. Nuk ka me ardhaj. Thot fillova me forca bojnë, kur se ishin ndërprej, do më thonë komunikacioni është ndërprej, se Amane si qytet njihet si kryeqyteti i 7 kodrave. Se është kryeqytet mirë po është i ndërtuar në 7 kodra. Njihet si kryeqyteti i 7 kodrave, Amane. Edhe thot pas e fala farzën e sabajt, kur ktheva ka xhamati, kur po shofaj kishort. Do më thonë ka udhëtu prej një pjese ku ka qenë stacioni i dytë i fundit, e autobusave deri atje 7 kilometra ka udhëtu në kom, në shi, në lëzh, në borë, në katastrofë derisa ka shku te xhamia atje për me fal namazin e sabajt, me prezantu ndersin që ka pas Kur'an me lexu para tina. Kur gjatë, thot, mas e bënëm dhekën, thot për veti, pi tham, a dhe sot e erdha? A dhe sot mujtëm e më rëjen në Kur'ana? Thot, po, pëse, shumë normale është në Kur'an më orë. Thot, edhe i tregon, thot, thot, mu vdjem ka vdek baba. Baba, thot, babën dje kom varros. Mirë po, dashuria e më për Kur'anin, thot, s'kam mujtën e sot mos me prezentu në derstanin. Thot, dashurin të madhe që kam për Kur'anin, unë thot, sot s'kam mujtë mos me arë me prezentu në derstanin Kur'anin që kena pas. Allahu e mëshiroft, kjo është ambicia e madhe e një personit i cili ka për dinin e Allahut madhruar.